Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban të Komisariatit të Policisë Sarandë arrestuan në flagrancë shtetasin MK, 26 vjeç, banues në Salari, Tepelen, i cili është shpallur në kërkim më datën 24 mars 2026. Nuk është bindur urdhit të punojësve të policisë për të ndaluar automjetin dhe është larguar. Nga verifikimet rezultoi se nuk është pajisur me leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Vlorë bën ndalimin me iniciativë të shtetasit. L, 52 vjeç, banues në Vlorë, i shpallur në kërkim më datën 22 mars 2026, pasi dyshohet se prej muajsh ka përndjekur një shtetase. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit. FS, 43 vjeç, banues në Sarandë, pasi ka ndërtuar pa leje një objekt në lagjen numër 1. AS, 66 vjeç, banues në Sarandë, pasi ka ndërtuar pa leje një mur në tokë publike. S, 47 vjeç, banues në Sarandë, pasi ka kryer ndërtime pa leje në hotelin në pronësi të tij në lagjen numër 1. ZM, pasi gjatë ekzekutimit të një vendimi gjyqësor në Ksamil, kjo shtetase është konfliktuar fizikisht me shtetasen AH, me profesion avokate, duke i shkaktuar dëmtime të lehta. Materialet procedurale ju referuan prokurorive kompetente për veprimet të mëtejshme.